të pelinis, që është ndërmarrja e re e cila mirët kryesisht me përpunimin e lajthisë, po edhe të frutave të tjera arrore. 2013, pasi që jemi kthy prej studimeve me gruan, i kemi mbjell 1 hektar me lajthia në Novobërd, dhe pasi që ato janë rritur, ne kemi vendosur që të marrim edhe makinerinë për përpunim të frutave arrore, dhe thot me fokus te lajthia. Kjo ka qenë një proces që ka ndodhur para 2 viteve, ndërsa më pas se kemi hapur edhe këtë pikë të shitjes së produkteve, e cila shërben edhe si showroom e produkteve tona. Këtu do të thotë i sjellim lajthitë e përpunuara, po edhe fruta të tjera arrore, dhe do të thotë përveç në formën të pjekur, këtu bëjmë edhe përpunimin e tyre në gjalp dhe në vajra. Këtu do të thotë prodhojmë edhe gjalpin e lajthisë, të kikirikut, të arrës, të bademit, prodhojmë vajin e lajthisë, të frutave tjera arrore, vajin e farës zez, vajin e farës kia dhe vajra të tjerë nga fara të ndryshme.